يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jalla, te falenderojmë për këtë ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet ja dërgojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe këtë muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Kjo është dersi 27 këtë poshtë që flasim për këtë titull Jeta në varr. Dhe ende jemi duke folur tek ajo tema se fëmijët e pabesimtarëve a janë xhennet apo jo? A themi për fëmijët e pabesimtarëve, idhujtarëve, të pafeve, që ata janë në xhennet, jemi të çiketim, ju kena afru fundit, nuk na ka mbetur edhe shumë. I kena përmend disa mendime dhe që që keni pa dhe vetë, se disa mendun duke mbështet, duke mbështet në argumente, thanë që fëmijët e pabesimtarëve edhe ata janë xhennet. Disa të tjerë thanë janë shërbëtor të xhenetlive. Disa të tjerë thanë mbetin në A'raf, në kodrinën mes xhenetit dhe xhehenamit. E që na thamë që apet fundi është edhe ata janë në xhennet me mendimin e tyre. Disa thanë që fëmijët e pabesimtarëve në fakt janë në zjarr. Dhe i pronën argumentet e tyre që fëmijët e pabesimtarëve që kanë në zjarr. Ndërsa mendimi i radhës është se disa dietar dhe në thonë drejtën janë dietar të mëdhaj që janë referencë në literaturën islame. Janë referencë. Janë orë me një mendim tjetër. Mendimi i tyre është dhe thanë se na nuk po e premi se fëmijët e pabesimtarëve janë në xhennet apo në zjarr, nuk po e premi. Por çka po thoni? Po themi se janë në mëshirën e Allahut. Me dashur Allahu ishtin në xhennet, me dashur në zjarr. Pra mbesin mëshirën e Allahut. Për shkak se argumentet i kemi të dy anshme, ose argumentet na, se këta halen të full me një pol argumente veç. Këtë argumentet e tona po na mbushin, ose po na mbushin mendjen se kjo do të me konë më e vërteta, se fëmijët e pabesimtarëve mbesin mëshirën e Allahut. Me dash Zoti i fal, me dash Zoti që në xhenet, me dash që në zjarr. Kush janë këta prej dietarëve? Prej tyre është Hamad ibn Zejdi, normal prej të mëdhajve. Hamad ibn Salama, të mëdhajve gjithashtu, Ibn Mubareku, Ishaq ibn Rahawayhi, ose Ishaq ibn Rahuja, thuhet kështu dhe kështu emri i tij. Shumë ndjekës të Imam Malikut kanë thonë kështu. Gjithashtu ka thonë Ebu Bekr ibn al-Athram ka hes nga ky mendim, Imam Begaviu ka hes nga ky mendim, Shawkani prej pak më avantash ka hes në këtë mendim. Se qyshe përmenda më lartë. Pra mbesin mëshirën e Allahut, fëmijët e pabesimtarëve. As nuk pithuin xhennet, as në xhenem. Po mbesin mëshirën e Allahut, me dash Zoti i fal, me dash nuk i fal. Këta hale janë deri që tashti janë të orë me argumentet, nuk janë të orë në ato të konkluzën që na do ta sjellmi, por janë të orë, i kanë të bu argumentet për mendimin e vetë, edhe këtë argumentet që ja forcoj mendimin e vetë të i pru, edhe tani atër kjo është mendimi. Ai ku i keni pra, nëse i pyesmi këta, ku i keni argumentet ju që erdhë me këtë mendim? Këtë argumentet e tona janë të vërteta. Prej tyre, hadithi që sjell Buhariu dhe Muslimi për Ebu Hurajres, një rivajet, për Ibn Abbasit, edhe një rivajet tjetër, pra ma shumë se një rivajet për të njëjtin hadith. Cili është ai? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur u pyet pejgamberi alayhis salam për fëmijët e mushrikinëve, se ku do të jenë fëmijët e mushrikinëve idhujtarëve, pejgamberi alayhis salam tha, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allahu e den mas mjeti.
se çka do të vepranin ata. Ky është argumenti i tyre. Apo, sa i përket saksisë së argumentit, në zinxhir kështu s'ka dyshim. Këtë janë pajtu me këtë hadith është i vërtetë. Se kur themi Buhari Muslim nuk ka fjalë, po edhe nëse na i kush ka këshyrë dhe ato me gjithë në tonë s'ka këshyrë. Pra, pejgamberi po thot, Allahu e din, a ju pyet për fëmijët e mushrikinëve dietarëve, të pa fejve, domethënë jo të muslimanëve me një fjalë. Pejgamberi tha Allahu e din më së miri se çka do të vepranin ata. Ky është argumenti i tyre. Edhe pse halena pa orë te ato që kena me spjegu për argumentin e sakt, e vrejni, kjo argumenti i sakt është, po ndoshta monet edhe mu kuptu nga në pak më ndryshe. Po si do që tjetë ato tani, replikat ja bona ku ta mësme zgjeru, ku të vjen në mendimin e sakt. Këta përtojnë që kjo është argumenti, se Allahu e den më së miri se çka kishin me vepru. Kjo është argumenti. Argument tjetër të është hadithi ose fjala e Ibn Abbasit. Hadithi Ibn Abbasit që vjen prej Ibn Abbasit, se tha, unë e tha, një kohë gjatë e kom mendu, Ibn Abbasit për thëtë, që ki pejgamberit, tha një kohë gjatë e ka mendu, që fëmijët e muslimanëve janë me muslimanët në xhennet, e fëmijët e pabesimtarëve janë me pabesimtarët. Mushrikin do përmend tekst. Fëmijët e pabesimtarëve janë me pabesimtarët në zjarr. Kështu tha, kam hecë. Derisa u merr një transmetim. Sahabia Ibn Abbasi, po nuk do të thotë që këtë transmetimit i kanë ardhur atina, edhe ka qenë pak më i vogël kur ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por është prej të mëdhajve të umetit islam. Por që ky rivajet, ky transmetim, ky hadith i kish pasi Ibn Abbasit. Edhe Ibn Abbasit tha, e kur u merr një transmetimu prej filonit e filoni, e prej filonit e filoni se pejgamberi alayhi salatu ka thonë Allahu a'lamu bima kanu amilin, se Allahu e din më së miri se si do të vepranin ata. Kur u merr ky hadith, e por që është i vërtet, tha ndrova mendim. Heshta më une. Pra këta djetarë që po thujnë, nas po thujme, as në xhenet, as në xhenem, po thujnë se kanë dënë Allahu për ty në kjo në mshire në Allahut. Fi me shi'etillah, kanë dënë Allahu që në xhenet, kanë dënë që në zjarë. Edhe Ibn Abbasi tha kështu, tha unë prej këto tashti heshta, mo nuk falsha për ta. Pra këta po thujnë është argumenti juni. Kush e ka sjellë to? Imam Ahmed e ka sjellë musnedin e tij, Ibn Abi Asimi në sunenin e tij, libën e sunne, edhe Sheikhul Albani dhe Ibn Abdul Barr e të tjerë. Dhe Sheikh Albani thotë kjo hadith që tash lidhet tek Ibn Abbasi edhe ky është i vërtetë. Por si do të ndash e morën me thotë Ibn Abbasit, po këtë si argument shtesë. Ndash hiç pa Ibn Abbasit, ato thonë na që u përmend, hadithi ka i njëjtë. Se argumenti qenë ka Allahu e din më së miri se si kishin me vepru ata. Ky argument pak më i qartë që flet enkas për fëmijët e pabesimtarëve tek ky grup i dietarëve. Ndërsa i kanë disa argumente të tjera, por ato argumente të tjera janë më të përgjithshme. Këtu nështë ka mundësina e xhamati thjesht me smi marrësh argumentin e përgjithshëm, edhe ato të veçantin, po që me botash çdo pikë s'po munda dhe na me tjerë këtu, vetëm se ndonjëherë kur i duhet na i kuj privatën e pyet, i tregoj do dallime. Pa ato të përgjithshmen, hadithi që edhe ky vjen Buhari Muslim, i sakt dhe çatu. S'ka dyshim në saksinë e tij. Tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, Inna Allaha wakala birrahimi malakan. Se Allahu ja ka dhënë një detyrë, një meleku për fëmin në bark të nanës, që kur të nisë në start, fëmija, edhe kur është në fillim pik uje, i thët o zët, nutfe, pik uje dë burrit, kemë qëllim, edhe përzimet grus. Pasaj thët, ja rab, alaqa. Pasaj kur kjo pika uje bët gjak, me lekët o zët, u bët gjak. Pastaj i thët, ja rab, mudga, o zët,
u bon si një cup mishi e përtypur, një cup mishi e përtypur, u bon kështu. E tha, hadithi pejgamberi po vazhdon, tha kur Allahu kur do me kompletu krijimtarinë e tij, meleku i thot, o Zot, a do të mbetet djalë, a do të mbetet qik? Dhe, pjesë argumentimit, dhe a do të mbetet, a do të jetë burri mirë, a i keq? A do të jetë njeri i mirë, apo njeri i keq? Nga që kjo ata ullën, pro Zoti e din se a i fmi, i pabesimtarëve, a kishte me qenë i mirë, e kështu që na themi mbetet mëshirën e Allahut azza wa jall. Ky është argumenti. Tjetër argument, si përgjithshëm edhe ky, por jo, dallon, nuk flet direkt për të mushrikinëve, por për fëmijë po. Një ditë për ditë tregon Aisha, radiallahu anha, thot e tërën pejgamberin vdiq një fëmijë i ansarëve. Ansarët janë ata që kanë ndihmuar pejgamberin në hijret, që kanë qenë në Medinë. Muhaxhirin, këta që janë shku prej Mekës në Medinë, ansarët ata që ja kanë ruajtur tani shpinën edhe e kanë prit. Vdiq një fëmijë. Edhe e therën pejgamberin, hajde apo vjen varrim se vdiq një fëmijë. Shkoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në varrimin e atij fëmijës. Ndërsa Aisha radiallahu anha, bashkëshortja e pejgamberit, kur ndëgjoi edhe u taku me pejgamberin alayhi as-salatu wassalam, a di çka tha? Thale hadha asfurun min asafiri l-janna. E i lumi a i fmi, tha Aisha. Tha të lem ya'mil as-su wa lam yudrik. Tha i lumi a i fmi. Shkaj, tha. A i fmi shkaj, a i do tjetë një zëg prej zëgjve të gjennetit. Një zëg prej zëgjve të gjennetit. A i s'ka bon keq, dhe se ka arrit moshën për me bon keq që mi u shenu të këshijat. Pra Aisha, radiallahu anha, ja prejti direkt që në gjennet. E pejgamberi a.s. i boni replikë Aishës. Edhe i tha, o Aisha, e vë gajra dhalike ja Aish. Tha, mos kishte qenë mami me mendu më ndryshe ajo Aisha. Tha se Allahu azza wa jall i ka kriju njerëzit që e ka të shënuar tek ai, se ky ka me qenë gjenetli, tha qysh ku ka qenë shpinën e babait të tij. Edhe ka me qenë prej banorëve të zjarrit, ka pas shënuar me qysh ku ka qenë shpinën e babait të tij. Në shpinën e babait të tij dy kuptime, ose të Ademit, gatush për shkurtaj, ose të Ademit ose të babait tant. Por pas ka pas shënuar. Pra edhe thmi, po pejgamberi atë heki vrejtjen, e ato thmi muslimanëve. Por ti po i bën replikë që tash mos më na hub, se komsinë ato tani mungon. Këtu ka fol pejgamberi me na dhon veç një edukat. Që kur flitet për një me emër të caktuar për në xhennet, me emër të caktuar, vdiq Ahmedi, për shembull, vdiq Ahmedi, qoftë i madh apo i vogël, mos me prej ky Ahmedi djali i jot, ose nëse ka qenë i madh baba i jot ose vllavi i jot, ky në xhennet është, mos me prej, mos me bë ta'yin që. Ma shumë ky hadith është më na tërheq vrejtjen. Mos i caktoni me emra. Për çta, sikur që ja tërheqi vrejtjen Aishës, neve na tërhiqet vrejtja në mënyrë të përgjithshme. Për këtë edhe disa të na gabojnë. Kur thonë po ky është xhenet libre. Disa bile hale pa vdek, nëse. Edhe disave mos i dinë ky është xhenet li, ty Zoti të mëshiroj se a në xhenet shkoj, u kry puna ti. Ja, çështo mos i preni. Apo vreni se si na tërheqi vrejtjen pejgamberi, ja tërheqi bashkëshortës së tij. Jo ajo është. Mos kish bën me thon pak më ndryshe ajo është. E ky është një argument tjetër i tyre, shtesë se këta fëmijët e pabesimtarëve kur të vdesin, mbesin mëshirën e Allahut, me dosh Zoti që në xhenet, me dosh i që në zjarr. Mendimi i radhës mbi Biblit se tani herën tjetër bili po na met veç mendimi i sakt. Mendimi i radhës është thona diçka në asnjë prej këtyre çka përmend gjithë mendime, jo, çka i përmend. Na e kena një mendim tjetër, si të përmenet fëmijë i pabesimtarit, na heq në këtë temë sim. As nuk thejme që janë xhennet,
as në xhehenem, as janë mëshirën e Zotit, as ka me ka shërptor të xhenetlive ata fëmijët e pabesimtarëve, hiç. Për çështjet fëmijëve, thojnë na nuk flasmi hiç. Pse kështu nuk flet ne hiç? Për shkak se tekstet janë shumë disa tekste po e forcojnë çat mendim, disa e na spodim ka, kështu që hiç. Na shohmi perifes, mos mu zhyt në këtë temë hiç. Njëri kur të pyet një që ka kësi lloj mendimi, çka thu për një fëmijë pa besimtar këtë vdes, thotë, "M'fal, këtë temë si hiç." Po hadithet janë veç i lexojna, morrëm shpërblim, i besojna që hadithet çka kanë bash për qëllim se dina. Ku janë, kush e ka thonë si mendim kështu? Ja kanë ngjit këtë ose ja kanë adresu Ibn Abbasit. Se e vret pak manat Ibn Abbasin në mendimin para çka tha? Tha kur u merdi lajmi se pejgamberi pas ka thonë, fëmijët e pabesimtarëve kur të vdesin, Allahu e din mas miri se çka kishin me vepru ata, kur u merdi ky lajm, hadithi i pejgamberit thonë heshta. Mund këtë çështje kam hesht. Pra mos s'jam zhyt hiç kështu ja kuptotën, fjalën e Ibn Abbasit. Po tjetër kush edhe i mendim, Imam Ahmedi tha në shishtu diçka ngjashme. Pse? Imam Ahmedi një herë për herave tha se fëmijët kur vinë kësi lloj hadithesh, që na ngatrohet kuptimi i hadithit bashkë ka me thonë, tha i lexojna pa hy dhe pa u zhyt në tu hiç. Këta janë ata, disa thanë edhe është Muhammed ibn Hanefije, i këti mendimi. Pra këta heshtën krejt si argumentim. Bile e pronën edhe një hadith, edhe me shto për kry, e pronën një hadith që vjen prej Ibn Abbasit. Disa i thanë është hadith, disa thanë është fjallë Ibn Abbasit. Më u kufi dhe vini. Tha se, ka thonë pejgamberi, la yazal amru hadhihi al-umma. Thët muwaiman au muqariban ma lam yatakallamu fil wildani wal qadar. Thët çështja e umetit islam ka më mirë. Deri kur? Derisa njerëzit nuk flasin, nuk detajohen në çështje të fëmijëve. Ka thonë Ebu Hatim, është për qenë fëmijëve të pabesimtarëve, edhe në kader. Por derisa nuk thellohen njerëzit në kader, sa në çka s'kan nevojë, edhe për çështjet të fëmijëve të pabesimtarëve, për çështjet që si hyn fort nudhe, nëse sa nuk thellohen që to të çështja e umetit ka më kon mirë. Edhe është të vërtetë kjo, mirë po tani ka ndryshuar. A është fjalë e pejgamberit? Ndërsa djali Imam Ahmedit në librin e Sunet të tij ka thonë se kjo është fjalë e Ibn Abbasit, jo e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo ishte konkluza këtë mendimeve. Herën e ardhshme në semësh në shëgjollarat. Do ta përmend se mendimi i saktë. Se ku kanë vendin fëmijët e pabesimtarëve kur të vdesin. Por të besimtarëve kanë kry, por të pabesimtarëve ku kanë vendin? Mendimi i saktë është se ata do të sprovohen në ditën kur do të dalin para Allahut, edhe pse kanë vdekur fëmijë, Allahu do t'i sprovon. Pejgamber do t'ju dërgon në ditën e gjykimit, edhe në ju binshin, në ndëgjofshin urdhën e atij pejgamberi, shpëtojnë shkojnë në xhennet, mos e ndëgjofshin shkojnë në zjarr. Me këto bashkohen krejt argumentet. E disa që po të kanë në zjarr, e disa po të kanë në xhennet, por nga që je kuptuar, ata që ju bindën shkojnë në xhennet, ata që s'ju bindën shkojnë në zjarr. Dhe qysh ma shumë trajtohen këto argumentet për këtë mendimin e saktë fundit, këtu i flas me herën tjetër, lusmi Allah të na fal ta mëshirën, lusmi Allahun azza wa jalla xhenet me pejgamberët e na takon, walhamdulillahi rabbil alamin.